Vetëm 3 vite pas shpërthimit të gjeneratës së re të inteligjencës artificiale, drejtuesit e korporatave në Amerikë po e bëjnë të qartë, revolucioni teknologjik po ndryshon rrënjësisht strukturën e punës. Nga bankat e industria makinave dhe tregtia me pakicë, kompani si JP Morgan, Goldman Sachs, Ford, Salesforce, Walmart, Amazon po njoftojnë se shumë prej pozicioneve tradicionale po zëvendësohen nga sistemet me inteligjencë artificiale. Sipas Goldman Sachs, 6-7% e punojësve amerikanë rrezikojnë humbjen e vendit të punës për shkak të automatizimit. Të dhënat e Stanford Digital Economy Lab tregojnë se punësimit fillestare në sektorët e ekspozuar ndaj IA janë ulur me 13%, kryesisht në zhvillimin e softwareve, shërbimit ndaj klientëve dhe punët administrative. World Economic Forum llogarit se deri në vitin 2030, inteligjenca artificiale, robotika dhe automatizimi do të zhvendosin 92 milion vende pune, por do të krijojnë 170 milion të reja në kërkim, zhvillim dhe siguri teknologjike. Në praktik, ndryshimet tashmë kanë filluar. Gjigantët e teknologjisë që po ndjekin këtë rrugë pranojnë se do të ketë një ulje të stafit korporativ për shkak të inteligjencës artificiale, por synojnë të rrisin të ardhurat 10 fish. Një sondazh i 500 tregtarëve amerikan nga Firon tregon se gjysma beson se deri në vitin 2027 sistemet e inteligjencës do të merren vetëm me marketingun, pyetjet e blerësve, negociatat dhe shitjen finale. Ndërkohë në tregun e punës, ndikimi ende nuk reflektohet plotësisht në shifra. Pavarësisht rritjes së ngadaltë ekonomike, papunësia në Amerikë mbeti 4.3% në shtator, sipas Chicago Fed. Studimet nga Yale dhe New York Fed e quajnë ndikimin aktual të kufizuar dhe të përqendruar, por pritet që efektet të thellohen me kalimin e viteve. Ekspertët e punësimit theksojnë se punët fizike, infermier, ndërtues teknik janë më të mbrojtura për momentin. Por për punonjësit në teknologji, shërbime dhe zyrat e korporatave, sfida sapo ka nisur.